Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. E tham dhe përsërisim, dhjetori është një muaj shumë i bekuar sepse nderojmë shumë shenjtor, të cilët janë sigur kilometrazhi që na çojnë në fund, në destinacion, në Krishtlindje. Dhe po të shikojmë to 3 data, 4, 5, 6, na afrojnë në nderimin e disa shenjtorëve shumë të veçantë. Të gjithë shenjtorët janë të mëdhenj, por janë disa shenjtorë të cilët janë të spikatur, sepse shenjtorët janë si yjet e qiellit, dhe yjet nuk kanë të njëjtin ndriçim, nuk kanë të njëjtin lavdi. Kështu edhe shenjtorët kanë lavdira të ndryshme sipas besës së tyre, përkushtimit të tyre, dashurisë të tyre, përurësisë të tyre. Prandaj në qiell ka unitet, jo uniformitet. Kështu që të gjithë ne jemi thirrur për të garuar, dhe vetëm ata që garojnë drejt dhe shkojnë deri në fund të garës marrin kurorën, dhe secili shpërblehet në mënyrë të përsosur nga gjykatësi i drejt, Zoti Isu Krisht. Prandaj edhe shënvarvarën që kujtuam më datën 4, sot kemi Shën Savën dhe kemi dhe Shën Nikollën të shtunën, pra në datën 6, janë këta 3 shenjtorë të cilët na ndihmojnë neve për të hyrë në këtë periudhë të bekuar të Krishtlindjes, të përgatitjes për Krishtlindje, por dhe në këtë muaj të motit, në këtë dimër. Por duhet të shikojmë gjërat në mënyrë alegorike. Jetojmë në një dimër shpirtëror, fatkeqësisht. Sot, edhe pse nuk kemi një luftë fizike për besimin, siç ishte në periudhën e ateizmit, komunizmit, ose një ideologji, si them, të përcaktuar kundër Zotit, siç ishte po në atë kohë të errët, prapë sot kemi një luftë më ndryshe, ndoshta më të rrezikshme. Kemi atë luftën shpirtërore të kamufluar me botën materialiste, konsumiste, të lirive, të lehtësirave, të kënaqësirave. Dhe fatkeqësisht kjo është një lloj bataku që na kap dhe na zhyt pa e kuptuar. Prandaj kemi nevojë për shembullin e shenjtorëve, të cilët dhe ata ishin me mish dhe gjak si neve, jetuan në kohra të vështira, të ngjashme edhe me kohrat tona, por ata patën një ndryshim të madh. Nuk ju përshtatën botës, e kundërshtuan botën, i qëndruan kundra botës dhe bën atë çfarë tha Zoti, kush do të vi mbas meje të moj veten, të marr kryqin e tij e të më ndjek pas. Të dashur të krishterë, rruga e besimit është një rrugë e vështirë, nuk është një rrugë e lehtë. Është një rrugë përkushtimi, është një rrugë sakrifice, është një rrugë vetë mojimi, vetë kontrolli. Dhe e tha Zoti Krisht, nëse dëgjuat me vëmendje fjalët që ai na tha sot nëpërmjet Ungjillit sipas Mateut. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e njeh birin përveç Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç birit, dhe atij të cilit biri do t'ia zbulojë. Është një mister i madh i Perëndis. Perëndis triadik, Atë, Bir dhe Shpirti i Shenjtë, që e besojmë ne të krishterë ortodoks, jo thjesht një filozofi e shpikur nga mendja jonë, është një zbulesë hyjnore. Edhe pavarësisht se mendja jonë ka të vështirë për ta kuptuar këtë mister, ne e pranojmë se e tha Zoti, fjala e mishëruar. Dhe ka një mister ndërmjet Atit dhe Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Është një mister që e di vetëm Perëndia dhe i zbulon Biri tek ata që do. E zbulon me anë të Shpirtit të Shenjtë te ne të krishterët e përulur, ortodoks, dhe jo tek heretikët egoist, ose aq më keq tek antikristët. Prandaj, keni parasysh të gjëra. Mos dëgjoni lart e poshtë, mos dyshoni për ato çfarë thuhen sipas besës sonë ortodokse. Mbi të gjitha për Trininë e Shenjtë. Vetëm ne të krishterët ortodoks e kemi të vërtet besimin. Edhe nga heterodoksët, jo ortodoksët. Do thoni juve, po ti po flet pak si fanatik. Jo, unë po flas të vërtetën. Vetëm ne kemi doktrinën e vërtet të Trinisë, të Atit, të Birit të lindur nga Ati,
të shpirtit të shenjtë që buron nga Ati. Vetëm ne e kemi kështu. Po qikojmë heterodokset e kanë transformuar, kanë futur për shembull filiokuve, që shpirti i shenjtë buron dhe nga Ati dhe nga Biri. Kjo nuk është një trini e shenjtë siç na i mësoi Perëndia. Ose kemi dhe të tjerë që mohojnë hynin e Birit, thonë që Biri nuk është bir i Perëndis, i lindur prej Atit përpara gjithë shekujve, por është thjesht një krijesë. Është thjesht një profet. Ne nuk duhet të dëgjojmë këto gjëra. Ne duhet të qëndrojmë në besën e krishterë ortodokse dhe në zbulesën që ka bërë Perëndia. Por le të flasim edhe për të tjera fjalë që tha Krishti sot. Ejani të kun të gjithë ju që jeni të lodhur, të munduar, dhe unë do t'ju shlodh. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë kam zemër të butë e të përulur. Kështu do të gjeni preje në shpirtrat tuaj, sepse zgjedhja ime është e butë dhe bara ime është e lehtë. Krishti na fton. Ku na fton? Jo thjesht në një filozofi, në një doktrinë, por na fton tek personi i Tij, që është e vërteta e mishëruar. Besimi ynë është tek një person, Isu Krishti, fjala e mishëruar. Tek ai shkojmë. Gjithçka që bën kisha është që na bën një takim personal me Krishtin, që kulmon në kungatën hynore, ku ne marrim trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe çfarë thot Krishti? Ejani tek unë, në asnjë vend tjetër, vetëm tek unë, sepse unë jam Zoti dhe shpëtimtari juaj. Prandaj dhe kisha thot, as angjëll, as njeri, vetëm Zoti na shpëton, lavdim aty. Dhe çfarë thot Krishti? Jep mani mua barën. Për kë barë po flet Krishti? Po flet për barën më të rëndë që ka njeriu, barën e mëkatit. Sot neve kemi shumë barë ndoshta, barë ekonomike, barë sociale, lodhje fizike, mendore, por të gjitha këto vinë nga mëkati. Në qoftë se ne nuk do kishim mëkat, nuk do kishim të tilla vështirësi, por mëkati është një pengesë e padukshme, që bëhet e dukshme nga veprimet që prish marrëdhënie me Zotin, heq bekimin e Zotit, prish marrëdhënien e njerëzve mes njëri tjetrit dhe sjell vështirësira ekonomike, marrëdhënie dhe konflikte, deri dhe në luftra. Sjell lodhje psikologjike dhe sëmundje fizike. Prandaj barrën e mëkatit nuk duhet ta mbajmë ose ta çojmë tek psikologët, si fatkeqësisht shkojnë sot krishterët, dhe në vend që të vinë të rrëfehen te ati shpirtëror dhe të marrin faljen e mëkateve, dhe ato çfarë thuhen këtu mbeten dhe varrosen në veshët e priftit, shkojnë te psikologu. Po çfarë bëjnë? Asgjë. Thjesht tregojnë plagën, por nuk shërohen. Ose përfundojnë dhe te psikiatri, kur kanë problemi me mëkatin dhe jo me psikiatrin, kanë problemin me priftin, atin rrëfyst, dhe jo me psikiatrin. Kanë nevojë për medikamentet e kishës, për ratën e faljes, dhe jo të pinë ilaçe qetësuese. Prandaj duhet të shkojmë te Krishti, dhe Krishti është në kishë, dhe këtu duhet të japim barrën e mëkatit. Dhe çfarë thot Krishti? Jeni mëkatar dhe të dënoj? As pak. Ma jepni mua barrën e mëkatit dhe mësoni nga mua, thot, se jam i butë dhe i përunjur nga zemra. Krishti nuk na thot neve që juve qëndroni tek mua me frikë, me tmerr, se unë jam Zoti gjykatësi ju. Jo, unë jam i butë, ati dhëmshur, vëllai i dashur, mik, besnik. Hajdeni tek mua, mësoni se jam i butë dhe i dhëmshur, ju dua, kam dhënë jetën për juve. Dhe mbani barrën time, zgjedhjen time. Ju dini që zgjedha është një objekt që vjen mbi dy qe, që ata të ecin punoj tokën. Edhe neve në këtë rrugë nuk ecim vetëm, ne jemi bashkë me Krishtin. Krishti është në krahun ton. Edhe ai mban zgjedhjen, mban barrën më të rëndë, që ne të ecim deri në fund. Por fatkeqësisht neve e mbajmë zgjedhjen vet, ose e mbajmë zgjedhjen me njerëzit, ose me një ideologji të gabuar, dhe prandaj ne nuk shkojmë deri në fund. Mbetemi në mes të rrugës. Dhe zgjedhja ime është e butë dhe barra ime është e lehtë. Zgjedhja e Krishtit është e butë, ai nuk na rëndon, nuk na detyron, na fton, por është dhe e lehtë sepse Krishti e ka bërë të lehtë rrugën e shpëtimit. E ka hapur vetë rrugën.
Thjesht ne duhet i bindemi vullnetit ti, të zbatojmë porositë e ti. Dhe porositë e Zotit nuk janë të vështira. Dhe një ndër to porositë është kreshma. Ne jemi në kohë kreshmore, por kreshma është një mjet i domosdoshëm për shpëtimin. Dhe le ta lidhim këtë me shënsavën, me që e folëm dhe në fillim. Shënsava është një shenjtor shumë i dashur, oshënar, që dallon nga oshënarët e tjerë. Kur ai ishte adoleshent në manastir, shkoi të punoj kopshin dhe po punonte, po prashiste një mollë, një pe molle. E mori uria dhe pam atë frutin e mollës që i pëlqeu. Tha, ta hak të që të shuaj urin, sepse nuk po priste orën për të ngrënë në mens. Por e kuptoi se ishte tundim. Ishte si tundimi që i psohej Eva dhe Adami në kopshin e Edenit, që i tha gjarpri, ha nga fruti ndaluar, se ti po hëngre do të jetosh. E mori mollën e shkeli me këmbë. Jo, tha, nuk do të tundohem, nuk do ta prish ligjin kreshmor, sepse duhet hante me orar. Dhe e shkeli me këmbë dhe nuk hëngri mollë deri sa fjeti në Zotin. Do thoni juve, çfarë të keqet bën një mollë, mos të ham në mollë. Jo, nuk është ky mësimi, mollë të ham, por mos të prishim ligjin kreshmor. Thjesht duke menduar, mos e nuk ka kjo gjë, një çik djallë këtu, një kokërves këtu, mos t'ja prishim shoqërisë, miqësisë, ftesës që na kanë bërë, jo të dashur të krishterë. Ajo kafshata nuk është në vetvete e gabuar, ushqimi nuk është i gabuar, po shkelja e ligjit kreshmor është e gabuar. Një kafshat hëngri Adami dhe Eva, nga ligji kreshmor, hëngrive nga pema ndaluar. Po ja çfarë tragjedie i sollën ata vetes tyre. Vdekjen shpirtërore, fizike dhe gjithë njerëzimit. Edhe neve qofse e prishim kreshmën, kur mund ta mbajmë kreshmën, kur kemi shëndet, kur kemi mundësi, është gabim. Prandaj mbajini kreshmën sipas rregullit që ka vendosur Kisha, jo disa ditë, deri në fund. Vetëm kështu ajo e bën atë funksionin që ka, që si një mjet të na lartësoj shpirtërisht, të ndërgjegjësohemi për mëkatin, të heqim barrën e mëkatit dhe të bëhemi gati me shpirtra dhe trupat pastruar për të pritur lindjen e Krishtit në zemrat tona. Amin.